Kreu Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit të Durrës, pasi takimi me kryetaren e Bashkisë Emiliana Sako, ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga detyra. Dorëheqja e Lirëngresit vjen vetëm pak ditë pasi me të nisi një aksion të gjerë, që do të shtrihet në të gjithë bashkinë e Durrësit për prishjen e objekteve të ndryshme me qëllim lirimin e kanaleve kulluese. Ngresi u emërua në këtë detyrë pak muaj më parë. Para disa ditësh, Ngresi nisi prishjen e objekteve mbi kolektore dhe kanale kulluese, aksion në nisjen e të cilëve ai deklaroi se do të prishin në fazën e parë rreth 31 banesa e objekte. Ka një pjesë të ndërtimeve që janë sipër kanaleve, por ato është një projekt i bashkisë ku do dalim me shpronësime kush është me certifikat pronësie, kurse të tjerat do vendosi bashkia në bonusqiraj me strehim. Keni bërë një përllogaritje para shumë të objekteve të cilat preken sa janë? Po ka zyra projekteve numrin e saktë të objekteve që preken, po në këtë segment që jemi aktualisht janë rreth kjo gjatësi këtu janë rreth 20 shtëpi dhe në fund të rrugës të marrin majta se janë 11 shtëpi tjera. Sikurse shihet territori ku do të operonte me këtë detyrë të rëndësishme Ngresi, një si fushë minuar nga shkeljet e shumta që janë bërë ndër vite me tolerimet në shkeljet e ligjeve, duke lejuar ndërtime abuzive në shumë zona të qytetit, sidomos në periudhat e fushatave zgjedhore, kur i zbatuesit e mbyllin ndonjë sy. Ngresi pavarësisht nga arsyet e paraqitura, është gjendur para një bloku problemesh të agravuara e të trashëguara dhe e ka pasur të vështirë të bëjë minapastruesin e gabimeve të kaluara.